Nëse ju ka ardhur diabeti në majë të hundës dhe dëshironi që ta quajeni atë ish diabet, ndiqeni këtë video, do jap informacionin e duhur nga përvoja dhe eksperiencat më të mira të klinikave të ndryshme në botë, me një rezultat të mrekullueshëm në miliona e miliona njerëz. Përshëndetje miq, unë jam Vali, ky kanal quhet Mjeku im. Ju lutem konshilloni gjithmonë me mjekun tuaj familjar dhe atë specialist lidhur me problemet e shëndetit tuaj. Unë dua t'ju jap vetëm një informacion, një njohuri, dije ato që ndodhin më së shumti në të fundit e reja që ndodhin në botën e sotme, lidhur me sëmundjet e ndryshme dhe me trajtimin metabolik të tyre. Pra, siç folëm në vitin e kaluar për diabetin, përveç klinikës së saj të rëndë që ka diabeti, ka atë triadën e famshme të urisë, të urinimit edhe të etjes, ka lodhjen, këputjen, ka një sër komplikacionesh në gjithë, pothuajse në gjithë organet e trupit ton, dhe përveç kësaj ka dhe një fund, vdekje me fjalë për katër arsye kryesore. E para është në infarktin e miokardit, rreth 60% të tyre, është hemorragjia ose trombi në tru, rreth 20% të tyre. Kemi dështimin e veshkës, kur veshka nuk funksionon dot më dhe nuk shpërndan dot më elektrolitë ose nuk pastron dot më gjakun, që quhet renal failure, dhe kemi edhe koma diabetike, e cila ndodh në rastet kur pacienti ka një nivel shumë të lartë të sheqerit. Koma diabetike është edhe kur pacienti ka nivel shumë të ulët të sheqerit, po këtu po flasim për nivelin e lartë të sheqerit në personat të diabetit të tipit të dytë gjithmonë. Përveç këtyre, me fjalë, një arsye tjetër madhore e vdekjeje, për arsye të katërtave që janë kryesore ose më të shpeshta, është sepse njihen rreth 13-14 kancera të ndryshëm kryesor në trupin ton, të cilat janë të bashkangjitur, janë, si me thënë, të provuar, që shkaktojnë pasi njerëzit janë sëmurë me diabet. Dhe dihet që këto janë sëmundje që deri tani janë konsiderohen vdekje prurse dhe të pashërueshme. Kush janë mënyrat e trajtimit? Siç ju folëm vitin e kaluar, folëm për trajtimin konvencional, atë mjekësor, atë të ditur deri më sot, dhe siç ju thash, fjalë 70 vjet mjekim, asnjë shërim me nga diabeti, ndërkohë që ka rreth 10 vjet që shumë klinikat në botë, duke filluar nga në Kaliforni, në Amerikë, në Kanada, në Afrikën e Jugut, në Australi dhe në Angli, po aplikojnë trajtimin metabolik. Çfarë nënkupton kjo? Siç ju thash, gjitha këto sëmundjet e sindromit metabolik, rreth 80% të tyre shkaktohen për shkak të marrëdhënies së trupit ton me ushqimin. Pra, fjala metabolizëm ose sindrom metabolik ose sëmundje metabolike ka të bëjë me mënyrën se si ne ushqemi ose si ndërvepron trupi jon me ushqimin. Dhe problemi që ne sëmuremi është sepse ne ham ushqim të gabuar. Sidomos në 100 vitet e fundit, dhe dy janë arsyet kryesore, siç ju fola në videon e parë të sindromit metabolik, dy janë arsyet kryesore të tyre. E para është rritja e insulinës për shkak të ngrënies së shpeshtë edhe të bollshme të karbohidrateve, pothuajse gjithë ushqimet, 70% të ushqimeve që kemi në dyqan, në supermarket, kudo ku veni, ose në tavolinë kur uleni, 70% janë karbohidrate, që s'kan qenë dikur, para 100 vjetë nuk ekzistonin. Dhe tjetra që është kryesore, po prapë që është e ndryshuar në këto 100 vjetet e fundit, është përdorimi i vajrave vegetale. Deri para 100-120 vjetësh, raporti që ne merrnim nga ushqimi në natyrë ndërmjet omega 6 dhe omega 3, që janë vajrat, si më thënë, që janë linoleik dhe oleik, ne i merrim raport diku ke 1:1, po thonë hajde 3:1 ose 4:1. Raporti që ne sot marrim vajrat vegetale me vajrat ose feti që na duhet nga dhjami, është pothuajse 20:1. Dhe kjo është një arsye që i bind këdo, me fjalë që vajrat vegetale bimore, siç ju shpjegova më parë, janë bimore, janë farore, jo bimore, janë arsye tjetër e madhore. Sidomos kombinimi këtyre të dyave, sheqeri si energji ekstra që ne marrim dhe këto vajrat vegetale të cilat nuk lejojnë
qelizat jamore të shumohen, por vetëm të zmadhohen. Kjo është sa për ta mbajtur më si kuriozitet. Varret vegetale, arsye kryesore pse shkaktojnë dëm, kancer e gjithçka tjetër, është sepse ato nuk lejojnë shumim të qelizave, po vetëm zmadhim. Qelizat zmadhohen dhe në atë pikë sa krijojnë, siç u thash, insulin rezistent, po u zmadhuan tej normave të lejuara. Si trajtohet ose kush është strategjia për të trajtuar, kur çdo pacient mund ta bëj vetë, me fjalë këtë, pasi të konsultohet për mjekimin me mjekun e tij. Po ato që mund të bëj vetë janë shumë të thjeshta, janë falas mbi të gjitha, edhe janë të gjitha të thjeshta. Bëhen, nuk është se s'bëhen. Kushdo doon që i ka ardhur diabeti në majë të hundës, e bën një sforcim të vogël, edhe biles që është shumë i vlefshëm edhe për jetën, për të gjithë jetën. E para, është sa herë ushqeheni, ose kur ushqeheni, asnjëherë mos u shtrini ose mos u rehatoni pas të ngrënit. Sa po keni futur ushqim, sidomos me karbohidrate, që rekomandoj në maksimum do që ta çoni në zero, po flas për atë rutinën e përditshme. Në qoftë se ju jeni duke ushqyer, çoni pas ushqimit një shëtitje, kush mundet të bëj një çik gjimnastik, kush mundet të bëj stërvitje, në pamundësi të saj esni ose me e keqja lëvizi çik në shtëpi. Ulu ngriu nga divani, nga karika, 10 herë tani, 10 herë më mbrapa. Kjo i jep mundësinë muskujve tanë, të gjithë muskujve që përbëjnë rreth 40%, pothuajse gjysma e trupit tonë janë muskuj, i jep mundësinë muskujve që të heqin në mënyrë indirekte sheqerin nga gjaku. Pra muskujt përveç se insulinës tërheqin sheqer nga gjaku pavarësisht insulinës. Edhe vetë. Janë shumë të etura, tuan kërkojnë shumë energji, kështu që çfarë bën në çdo lloj lëvizje që bën, në çdo lloj gjimnastike që i bën, ti heq sa më shumë sheqer nga gjaku. Po që sa më shumë sheqer nga gjaku, aq më pak insulin do prodhohet dhe aq më pak insulin resistent do kemi. Kjo është, në qoftë se s'do të bësh asnjë gjë, me fjalë, pasi ha buk, çau, bëj një gjimnastik, lëviz, një shëtitje. Gjë më e mirë është atë gjimnastikën e dikushme, nëse e mbani mend që bëjnë nëpër shkolla ose në qendrat e punës, ajo do gjimnastike, me fjalë, 1, 2, 3, 4, që quhet gjimnastika kineze, me fjalë, po është shumë e vlefshme dhe shumë ndihmuese. Përpiquni ta bëni sa më shumë të mundeni gjatë ditës, jo vetëm pas buke, po pas buke detyrimisht, po jo vetëm pas buke. Sa herë keni mundësi, lëvizni, shmangni ashensorin, njisni shkallët sa më shumë të jetë e mundur, mos merrni autobusin, bëni një stacion, ose nëse keni 3 stacione për të bërë me autobus, bëni një stacion. Zbrisni më para, bëni një stacion tjetër në këmbë. Sa më shumë lëvizje, sa më shumë heqje të sheqerit nga gjaku në mënyrë që të uli insulinën. Pra siç u thash, problem është insulina, nuk është sheqeri. Sheqeri shkakton këtë problem të insulinës, po në trupin ton brenda problemi kush e shkakton është insulina. Kështu që ne shmangim shkakun, sheqerin, e para duke ngrënë më pak, e dyta duke e konsumuar ose duke mos e lënë që të rritë qarkullojë në gjak. Kjo është gjimnastika ose lëvizja. Sa më shumë keni mundësi, nëse keni mundësi shkoni në palestër ose diçka tjetër, do e rekomandoj jashtëzakonisht shumë, por në mungesë të asaj, çdo lloj mundësie, çdo lloj gjimnastike që keni mundësi të bëni, bëni dash në kushtet e shtëpisë, dash duke ecur, dash duke ngjitur shkallat, kur do të mundet. Po sa më shpesh dhe aq më shumë, dhe u shpjegova arsyen, është në mënyrë që muskujt të heqin sa më shumë sheqer nga gjaku. E dyta është gjumi. Gjumi duket si një koncept se kur ne harxojmë 1/3 e jetës kot, me fjalë. Absolutisht jo. Në procesin e gjumit ndodhin jashtëzakonisht më shumë procese kimike dhe hormonale se sa gjatë ditës. Pra gjatë gjumit trupi jona përgatit si do funksionojmë gjatë ditës. Një gjum i keq dhe gjithë ditët ju e shikoni vetë si ju përfundon. Edhe një gjumë i mirë, jo përveç se ndjeni mirë fizikisht, po ndjeni mirë edhe shpirtërisht, sepse ka të bëjë me çlimin e hormoneve të stresit, ka të bëjë me insulinën, me uljet insulina gjatë natës, jepet mundësi trupit që të çliroj nga ato qelizat dhjam
dhe ta përdori si ushqim duke ulur rezistencën ndaj insulinës, jep mundësi që lidat ta ulin rezistencën ndaj insulinës dhe ta përdorin këtë djam në trupin ton, aq më tepër sepse djami ka një efektivitet shumë të madh se sa përdorimi i glukozës ose sheqerit të gjak. Dhe përveç kësaj djami jep mundësi është më i preferuar dhe pse ka 9 kalori në krahasim me sheqerin që ka 4 kalori. Si të flihet gjumi, ka një shumë këshilla mbi gjumin, mund t'i kontrolloni vetë në Google, unë do të thosha vetëm ato që janë më kryesoret, jo televizor, jo celular, të paktën, sidomos persona që janë me diabet, ushqimi ose vafti i fundit të ngrënies së ushqimit duhet të jetë diku rreth orës 5 pasdite. Maksimum 5:30 nëse uleni me familjen. Dhe pas orës 5:30 deri në orën 10 ose 10:30 që flini, përveç ujit absolutisht asnjë gjë tjetër. As kafe, as dark, as kos, as lall, as lëng, as gjë. Përveç ujit, nëse ndiheni të uritur, asnjë gjë tjetër. Pse? Sepse jepet mundësi stomaku jonë ka atë peristaltikën e famshme, çdo 20 minuta që lëshon ushqim nga stomaku në zor, në duoden, në pjesën e parë të zorës. Në qoftë se stomaku jonë është plot dhe ne ham dhe ne shtrihemi, qoftë 2 orë, 3 orë, zakonisht rekomandohet 2 ose 3 orë, definitivisht duhet të jetë të paktën 5 orë, 5 orë e gjysmë. Kjo jepet mundësi që stomaku deri në atë kohë të jetë zbrasur. Tjetra është kur flini, në qoftë se keni probleme, sigurisht persona që kanë diabet zakonisht kanë ndalim të frymarrjes gjatë natës, kanë gërhitjen e famshme për shkak të gjuhës. Gjuha është trashur në 1/3 e mpasme nga insulin resistance. Në këtë rast në qoftë se nuk keni mundësi të konsultoheni për të pasur një studim gjumi në Shqipëri, unë do rekomandoj të flini në pozicionin e në krahun e majt, krahun e zemrës që quhet, në atë krahun e majt. Kjo të jep mundësi e para që stomaku do jetë në pozicion e kundërt dhe të mos jetë shumë aktiv, sepse sa më aktiv të jetë stomaku ose zorët, aq më shumë i zënë do jetë truri me tretjen e ushqimit e do na mbaj neve zgjuar. Pra duhet jetë gjithmonë kohë sa më e gjatë nga shtrimi në krevat deri në vaftin parangrënës. E katërta, në mëngjes kur zgjoheni, zakonisht në atë kohë, nëse ju e keni lënë në orën 5 pasdite ose 5:30 të ngrënien e fundit dhe zgjoheni të nesme në orën 7, ne kemi hyrë në fazën e ketozës ose në fatin që trupi jon prodhon acide yndyrore tërkohës. Dhe ato janë më të preferuarat në të gjitha organet e trupit tonë. Këto acide yndyrore, me fjalë, fillojnë të rrisin një farë vlere sa më shumë kalon mbi 12 orë pa ngrënë. Duke vajtur, shtyeni sa më shumë të mundeni mëngjesin. Në qoftë se nuk keni mundësi për shkak të marrjes së 5 ose 10 ilaçeve, unë do rekomandoj që në mëngjes përveç 1, 2, 3, 5 vezë të skuqura vetëm me gjalp, jo me vaj, as me asnjë lloj vaj, përveç gjalpit. Në rastin më të keq mund të përdorni vajin e kokonatit, po jo vaj tjetër. Dua shpjegoj në një video tjetër pse nuk skuqen. Pra, me gjalp, sa më shumë gjalp pa problem fare, 2, 3, 4 vezë me fjalë, edhe ndonjë kremviçe nëse doni, me fjalë, nëse doni ta shoqëroni, nëse keni uri. Po për ta thyer urin me fjalë diçka të këtillë. Pse? Sepse këto dy ushqime me fjalë nuk rrisin ose nuk gasmojnë insulinën në gjak. Nuk rritet insulina në gjak. Në gjithë luftat, siç po thash, gjithçka që unë do rrotullohem në gjitha këto videot është si të shmangim insulinën, të acaroj ose të dëmtoj ose të na sëmori. Pra, nëse keni mundësi, shtyeni sa më shumë të mundeni hëngrën e mëngjesit. Nëse jo, hani diçka të tillë, maksimumi vezë, skuqur me gjalp, edhe në një copë mishi, biftek, ç'si ka, një prodhim shtazor, kremviçe, por sigurisht aq sa ju duhet për të, nëse doni të pini ilaçe. Nëse s'keni për të pirë ilaçe, shtyeni këtë kohë sa më shumë të mundit, 14, 15, 16 orë, deri në 12 të drekës, 1 të drekës, një ditë, 2 ditë, ditën e tretë do ta shikoni që nuk do ndjeni uri dhe do ndjeni mirë, përkundazi do ndjeni mirë. Tjetra është fasting ose agjërimi i gjatë.
Unë për vete ushqem njëherë 24 orë për të paktën 6 vjetë. Përveç rasteve ku shkojnë për pushime ose në diku në një aktivitet që nuk e vras mendje, sepse nuk më prish punë, nuk jam sëmur me fjalë, po e bëj vetëm për të mbajtur shëndetin tim. E kam bërë 48 orë, kam bërë 72 orë, javën e kaluar bëra 96 orë, hera e dytë që bëja 96 orë. Pra, është diçka që bëhet, absolutisht. Nuk të ndodh absolutisht, është një gjë përkundrazi do ndihesh shumë herë më mirë. Mjafton ta provoni 1 ditë, 2 ditë, 3 ditë, edhe do ta shikoni sa gjë e këndshme është, edhe sa mirë do ndjeni nga ana e shëndetit. Dhe tjetra që do ta zja në gojë në kuptimin e ushqimit, kur hani ushqim përpiquni të përdorni atë dietën keto që quhet. Me fjalë ketovore ose carnivore. Me më pak se 10% sheqer, pra siç e shikoni këtu në grafik, ushqimi duhet të jetë sa më shumë i pasur me yndyrna, dhe kur flasim për gjalpin e shkrir, për dhjamin, për dhjami që ka vetë mishi brenda, të verda e vezës ka goxha 50% dhe të saj është dhjam. Të ketë rreth 20-25% jetë protein, që është mishi me gjithë dhjam, siç është për fjalë, dhe sa më pak të jetë mundur rreth 5% sheqer. Keni parasysh, aktualisht ju jeni duke ngrënë 70% sheqer, 80% sheqer. Duke ngrënë këtë në mënyrë të përhershme ose të shpesht gjatë gjithë ditës, dhe ndërkohë që ju duhet shkoni në 5%. Qofse shkoni në 0, me fjalë, ju jeni shuar nga diabeti për brenda 3 muajve, por ama në qofse e ulni këtë dozë jo gradualisht, përpiqeni ta bëni sa më shpejt, përpiqeni të kuptoni, sa është 5%. Gjitha këto ushqime që kush kanë sheqer, me fjalë, janë në Google, siç u thash, patatja, orizi, mieldrat, niseshterat, perimret, frutat, kanë të gjitha sheqer. Janë të gjitha sheqer në fakt, jo kanë, po janë sheqer. Janë formë starchi, thonë, ose formë, prandaj quhen karbohidrat. Sepse kur zbërthehen, ato zbërthehen në molekula glukoze të gjitha brenda në stomak. Buka që ham, gjithçka tjetër në fakt. Përpiqeni do ju shpjegoj në një video tjetër si është më e mirë dieta keto edhe dieta carnivore, por për momentin do ju lutesha që të keni parasysh ushtrimet, gjumin, të hani sa më pak sheqer dhe të zgjasni kohën e mos ngrënies. Pse? Sepse që thash, kemi rezistenca insulinës, dhe rezistenca e insulinës shpëtohet ose shërohet duke mos ngrënë, duke zgjatur kohën e mos ngrënies. Në mënyrë që të japë mundësi këtyre qelizave të çlirojnë feti ecit dhe të vinë në formën e tyre normale. Sa më shumë të zvoglohet qeliza, aq më shumë sensitiv bëhet ndaj rezistencës, pra nuk është më insulin resistance. Dhe e dyta kemi hiperinsulinemi, siç e thash, insulinë e lartë në gjak. Dhe këtë do ta shpëtojmë ose e shërojmë duke mos ngrënë sheqer. Pra duke mos ngrënë sheqer nuk rritet insulina 100%. Dhe duke ndënjur për një kohë të gjatë pa ngrënë, ne ulim insulin resistance. Dhe ky është gjithë problemi, ose ky është, si më thënë, ABC e çdo problemi të sindromit të metabolik. Ne kemi rezistenca e insulinës, siç e thash, hiperinsulinemia, kjo është sindromi metabolik. Po hoqim këto të dyja, ne jemi të shëruar dhe ju jeni të shëruar. Deri në videon e ardhshme, ju uroj të gjithë të keni shëndet dhe sa më shpejt ta filloni, aq më mirë do ndiheni. Mirupafshim.